Ju përshëndes zonja dhe zotërinj, ju ftoj të na ndiqni, do të flasim për një temë që na prek të gjithëve, çmimi i lartë i karburantit, i naftës, që natyrisht pastaj ka edhe efekte të tjera të drejtë për drejta domino. Hormuzi, por taksat bëjnë kërdin, thot populli, pra nga njëra anë pretendimi është që rritja e çmimit naftës është si pasojë e situatës në lindjen e mesme dhe atëherë çmimi i naftës rritet menjëherë, por ne kemi vënë re që kur çmimet në tregjet ndërkombëtare bien, kjo nuk reflektohet në çmimi, në ulje të çmimeve në Shqipëri. Po pastaj kemi edhe fermerët të cilët ankohen për mungesën e aksizës së naftës, apo kemi edhe efekte të tjera domino, siç janë edhe shoqatat e transportit publik, të cilët kanë komunikuar publikisht, kanë nisur që në fillim të kësaj jave në fakt të ulin numrin e automjeteve, pra të flotës e automjeteve në terren sa i takon shërbimit urban të qytetarëve, në pamundësi, thonë ato, për t'ia dalë nga rritja e çmimit të karburanteve dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme të qeverisë. Për të diskutuar këtë dhe shumë çështje të tjera, më lejoni të prezantoj, është në lidhje të drejtë për drejtë Enrico Cenko, ekspert i ekonomisë, profesor, mirë se vini. Përshëndetje, kënaqësi. Profesor, unë huazova diçka nga shprehjet e popullit, Hormuzi, taksat bëjnë kërdin, dhe po i hidhja një sy pak më parë, ishte revista Monitor që bënte me dije se vetëm në vitin 2025 nga taksa e qarkullimit mbi naftën, shteti shqiptar ka arkëtuar 250 milion euro dhe sa i takon vitit 2025 është 24,2%, krahasuar për shembull me 2017 që ka qenë diku te 15,1%. Por kemi edhe deklaratën e fundit të bërë nga kryeministri Rama, kur thotë se nëse heqim taksën e qarkullimit, çmimi i naftës katërfishohet. Na e shpjegoni dot? Jo, nuk di ta shpjegoj. Këtë nuk e di. Ç'është ky raport i zhdrejtë që nëse ulet taksa e qarkullimit rritet, sipas kryeministrit katërfishohet çmimi i naftës? Dhe ndërkohë për vitin 2025 e kemi goxha të lartë, është 24,2%. Unë nuk e di këtë marrëdhënie midis taksës qarkullimit dhe çmimit naftës. Ne deri tani po thoshim që çmimi i naftës varet nga tregjet ndërkombëtare. Edhe po u rritet edhe po ulet. Atëherë si që që çmimi i naftës u varka nga kjo taksa e qarkullimit? Apo varet nga të dyja, apo nuk varet nga asnjëra? Për mua nuk varet nga asnjëra. Sepse çmimi i naftës në tregjet ndërkombëtare është i njëjtë edhe për Shqipërinë, edhe për Kosovën, edhe për Maqedoninë, edhe për Greqinë, edhe për Malnezi. Pse aty është 60 eurocent, 0,6 euro në pak, 60 eurocent në pak. Pra, ta bëjmë me lek. Ne kemi naftën 21 lek, po? 210 lek, ata e kanë 16 lek, 15 lek, me këtë rritjen e çmimit tani. Pse është kjo diferencë 60 eurocent? Pra s'ka lidhje fare me... Po me çfarë ka lidhje, profesor Cenko? Kjo çështje ka lidhje me atë që tha Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës dje. Ja bëri qartë që të gjitha vendeve që ato vende që duan naftën duhet ta gjejnë vetë. Dhe ne kemi naftë, edhe s'kemi naftë. Edhe jemi një nga të paktat vende në Evropë që kemi burime në toksore hidrokarburësh. Shqipëria dhe Rumania kanë hidrokarbura. Është e papërdorshme, na kanë thënë disa herë nafta, nuk është cilësore, është... Po këta pretendojnë që të janë udhëheqës 10 herë më të mirë se Xhaxhi i para 50 viteve, 40 viteve. Po pse Xhaxhi e përdorte atë naftën? Xhaxhi keni fjalën për diktatorin Enver Hoxha. Po. Në atë kohë prodhoi naftë, është arritur të prodhohet deri në 3 milion tonë në vit, në vitin më të mirë.
dhe prodhoheshin edhe në produktet naftës, me të cilat ne kemi prodhu edhe kerosen. Kerosen është benzina avionëve, që furnizojnë avionët, dhe jo avion kështu nga këta transportit, pa ta avionët MiG. Avionët MiG që ka patur Shqipëria, furnizoheshin me kerosen që prodhojnë nga rafineritë e naftës Shqipëri. Ky është problemi. Ne kemi naftë, po nafta nuk e dim se ku shkon. Eksportojmë naftë dhe nuk e dim se çfarë bëhet me atë naftën. Në një kohë që këte importojmë naftë tjetër, dhe naftën që importojmë me akcizë, me TVSH, pastaj futim edhe këto takset e qarkullimit, janë disa koncencione që futen aty, koncencioni i kontrollit i markimit naftës, pastaj futen edhe takset e tjera, takset e pushtetit lokale, ku dion. Edhe Profesor, nuk e di, a i keni dëgjuar edhe ekspertë të tjerë, dëgjova disa prej tyre dhe pretendojnë se rreth 60% e çmimit të naftës rritet vetëm nga taksat. Ç'mendim keni juve? Me sa duket ta ekspertët pas kanë lexuar artikujt e mi që kam shkruar ndër vite për këtë punë. Edhe tani që kanë kujtu. E kemi diskutuar në fakt edhe para disa javësh. E kemi diskutuar edhe tjera, se kështu janë do punë. Që këta e thon atë gjë, po harrojnë thonë autorin. Se kush i ka thënë këto gjëra? A mund t'ua argumentojmë? Ka dhe deputet në parlament. Edhe zëvendës kryeministra, edhe në dikush tjetër që i hapin ato artikujt e mi para 25-30 viteve dhe lexojnë në një fjali aty dhe e shesin sikur e kanë. Edhe e përshtasin sipas situatës, ose nuk. Jo, as e përshtasin fare, e marrin ashtu copy paste. Marrin ashtu siç janë. Po. Profesor, si mund t'ua shpjegojmë qytetarëve që ta kenë të qartë se çmimi i naftës rritet më shumë se 50% nga ngarkesa e mbivendosur e taksave, përpos situatës që krijohet nga element që nuk i kemi në dorë, siç është situata në lindjen e mesme, edhe pse ju fiksuat ne blejmë naftën tani me 85 lekë. Kishim rezerva shtetërore sipas ligjit. Po leja të rezervat se i morën vesh atë. Naftën e blejmë 85 lekë. Tani mbas konfliktit. Përpara e blinim 60-65 lekë. Tani e blejmë 85 lekë. Akciza naftës është 40 lekë. Direkt nga 85 lekë nafta vajti 125 lekë pa u fut në territorin e Shqipërisë. Vetëm nga akciza. Në momentin që futet aty në depa. Po. Pastaj futet edhe 20% të VSH-ja. 12-24, 125 edhe 24 vajti 149. 150 lekë vajti direkt nafta vetëm me akcizë, vetëm me TVSH. Po është edhe ai fitimi atyre pikave të karburantit. Edhe pastaj na shkon nafta 210 lekë. 218 lekë se ç'është tani. Edhe ky bordi i famshëm, pse mos kujtoni ju se bordi do ta çojë në herë naftën 220 lekë, që pastaj të përfitojmë atë akcizën? Asnjëherë. Gjithmonë ka për ta mbajtur naftën 218 lekë, 219 lekë. Kur s'ka për të vajt nafta 220 lekë, se po vajt nafta 220 lekë, do pastaj do futet ajo 20% që i uljes 20% akcizës. Që këta nuk e bëjnë atë. Sepse dhe akcizat janë një ardhur e mirë për buxhetin e shtetit, janë gati 25-30 milion euro në muaj. Profesor, bordi i transparencës është një shpikje shqiptare, shfletova pak më parë për t'u siguruar, për shembull, nëse shkojmë jo më larg se Kosova te gjysma jonë, çmimi i naftës nuk përcaktohet nga bordi transparence, po edhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë politika krejt të ndryshe, qoftë tatimore apo rregullatore sa i takon përcaktimit të çmimit të naftës, një sistem monitorimi ndryshe nga IONI, kur aspirojmë të bashkohemi vendeve të Bashkimit Evropian, pse nuk marrim nga përvoja eksperjenca e tyre, mënyrat e tyre rregullatore për të ndërhyrë në treg. Pra ndalemi një herë tek bordi dhe pastaj shkojmë bëjmë krahasime. Po, unë do ta filloja nga një term që ka filluar të përdoret tani në Bashkimin Evropian, që quhet balkanization. Bashkimi Evropian ka i frikë shumë të madhe nga pranimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor në Evropë, sepse këto vende
dhe nuk e ka fjalën për Serbinë edhe për një tjetër, por e ka fjalën për Shqipërinë, për Bosnjën edhe për një tjetër, që mund të bëjnë ballkanizimin e Evropës. Çfarë është ballkanizimi i Evropës? Ky korrupsioni. Korrupsioni është problemi më i madh i Shqipërisë. Mentaliteti s'ka problem. Nëse qytetarët thonë s'ka problem për çdo gjë, s'ka problem se u rrit çmimi i naftës, s'ka problem se u rrit çmimi i bukës, s'ka problem se u rrit çmimi i energjisë elektrike, s'ka problem se uji që vjen rubineta nuk është cilësor, s'ka problem se ushqimet që janë treg janë problematike dhe mund të dëmtojnë jetën dhe shëndetin e qytetarëve, s'ka problem se njerëzit i hedhin plerat nga dritaret, edhe nga dritaret e shtëpive dhe nga dritaret e makinave, s'ka problem se ne i djegim mbetjet me incinerator dhe arqojnë miliona dollar për incinerator që s'punojnë, s'ka problem se rrugët që sapo ndërtohen shkatrohen, edhe urat që sapo ndërtohen shëmben, atëherë po që se s'ka problem, atëherë s'ka problem. S'pas kemi problem. I pas kemi problem të trut e kokës. Po Evropa i ka trut në vend. Kështu që nuk mund pranoj Evropa këtë ballkanizim kështu, hajde. Kanë qefta me u fut në Evropë dhe kështu që kjo punë e bordit, unë do marr dy shembuj, Greqinë dhe Italinë, që i kemi afër, nuk është se janë vende shumë të famshme në Bashkimin Evropian, janë vende që kanë histori, por nuk është se kanë ekonomi. Italia vuri ligj për njerëz ndërhyri zonja Meloni, edhe tha kush të ngret çmimin, tha përtej normave të caktuara, për çdo pikë karburanti, tha do marrit 5 milion euro gjop. Provojnë italianët aty, ata shesin të pikë karburantit të arritin çmimin, i vjen gjoba kështu direkt. Se çmimi i karburantit aty te pikë karburantit dallohet me dron. Këta i përdorin dronat për gjëra tjera. Ata i përdorin dronat për të pa çmimet e pikë karburantit. Marrim Greqinë. Greqia mori masa të jashtëzakonshme, sidomos për naftën që përdoret për transport, sepse Greqia ka mbi mira ishuj në mesdhe, dhe pjesa më e madhe e transportit midis ishujve, ekonomia greke e bën transportin me anije. Kështu që anijet duan çmim të mbështetur nga qeveria për karburantët në mënyrë që të vazhdojë jeta ekonomike në Greqi, kryesisht në ishuj. Kështu që mori masa drastike për të mbrojtur transportin. Tani ju hodhët atë idenë këtë ta marrim të bordi transparencës. Por për mua nuk ka fare nevojë për bord transparencë. Bordi transparencës është për të la durët qeveria, thotë që s'kemi çfarë të bëjmë. Në një kohë që këto gjëra bëhen me vendim Këshillit të Ministrave. S'ka pse ngri një bord, edhe pastaj lan durët si Pilati, që ka është bordi, nuk jam unë. E kush është bordi? Më thoni mu, kush është bordi? Ministrat e qeverisë, drejtorët e dikastereve në bërësinë e tyre. Kush i cakton drejtorët? Për transparencë të publiku, kryetar është Ministria e Financave dhe Ekonomisë, antar janë Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, drejtori i përgjithshëm i tatimeve, drejtori i përgjithshëm i doganave, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Infrastrukturës, pastaj antarët janë nga shoqëritë e hidrokarbureve. Po, dakord, këta ministrat që përmendet ti, mos janë më të mirë të fushës? Ministri i Financave mos është financieri më i mirë i Shqipërisë? Ministri i Ekonomisë mos është ministri ekonomisti më i mirë i Shqipërisë? Ministri i Infrastrukturës mos është inxhinieri më i mirë i Shqipërisë? Ja. E ka thënë ai ndjes pas, ish kryeministri Fatos Nano, kur u formu qeveria mbasi ai dha dorëheqjen. Po m'pëlqen kjo qeveri 30 vjeçare, tha. Me ironi shumë të madhe. Me ironi shumë të madhe. E tha, po m'pëlqen kjo qeveri 30 vjeçare. Edhe mu, po m'pëlqen kjo qeveri 25 vjeçare. Pa përvojë, pa aftësi, pa njohuri, pa kompetenca. Le të kenë dalë me 10 në shkollat. Edhe pa kompetenca, thoni? Po patjetër. Se po të kishin kompetenca, nuk do pranonin që të bashkëpunonin në një organizat kriminale që po vjedh Shqipërinë me dy durë dhe me të katër këmbët. Një njeri që ka dy bare më në kokë nuk bëhet pjesë e krimit të organizuar. Cenko, çmimi i naftës, rritja e çmimit naftës natyrisht ka pasoja edhe në bujqësi dhe
situatën e vështirë ndjejnë fermerët, të cilët thonë se nuk përfitojnë nga skemajt subvencionimit, shteti nuk I jep naftë pa aksizë. Kjo ka bërë që shumë prej tyre tokat t'i lënë djerë. Ja, nuk është ashtu, ja, nuk është ashtu. Këto janë pretendimet e fermerëve. Këto janë, një minutë. Kërkesat e fermerëve janë ulja e çmimit naftës, subvencionim për fermerët, ndërhyrje për të mbështetur buksin. Më thëmë një minutë, e di që ato me thënë fermerëve? Fermer është një njeri që ai dhe familje di në radh parë dunat dheun. Edhe e di pse duhet ta dunat dheun fermerët, sepse janë të vetmi njerëz që kanë pronë, që kanë tokë. Atë dheu është në fshat. Nuk është e Benz Mercedesi që bredh në kryeqytet. Nuk është ajo droga që shitet aty te 15 kat, që janë to hotelet e famshme. Nuk janë ato pijet alkolike shtrenjta që pijen në këto baret, nuk janë ato që kumosin këta. Të gjitha këto fenomene me fermerët. Po. Në qoftë se ata fermerët do kishin dy pare më në kokë, nuk do I linin fëmijët e tyre të brithin nëpër Evropë. E nuk do I linin fëmijët e tyre të brithin nëpër Tiranë, për qytetet e mëdha të vendit, e të harxhonin lekët e mamit e të babit aty që plasin kokën gjithë ditën e ditës që punojnë tokën aty. Fermer do të thotë njëri që e ka të lidhur gjithë jetën e vet dhe jetën e fëmijëve ti me tokën. Sepse ai është biznesi, ajo është jeta e tyre. Po nuk di në I fermer Shqipëri që ta ketë lidhur jetën me tokën. Të paktën s'kam takuar në një deri tani. Po mirë, fakti që s'kemi takuar ju nuk do të thotë se ekzistojnë. Ferma në Shqipëri është një fermë e vogël, 2 deri në 3 hektar. Dhe kjo çështje e kemi diskutuar disa herë. Edhe Izraeli, ferma të vogla ka. Edhe Japonia, ferma të vogla ka. Edhe Hollanda, 30% fermave janë të vogla. Edhe Polonia, 25% fermave janë të vogla. Po kemi problem të madh që në Shqipëri ata në Izrael, në Japoni e kanë tokën blok, e kanë 3 hektar, po e kanë 3 hektar bashk. Në Shqipëri ferma është 2 deri në 3 hektar, po e pare punës është ndarë 5 deri në 6 parcela. Po. Edhe këto 5-6 parcela janë të paktën 5-6 kilometra larg nga njëra tjetra. Pra, këta nuk janë fermer. Këta janë xhongler. Këta janë kështu, punojnë cirku. Tani që duhet blej secilit fermer, jo subvencion naftet, po secilit fermer duhet I jepet I makinë Tesla me bateri, që të bredhi ti shikoj të parcela se mos ja vjedhin në njëri qepët e domatet. Profesionale, ju lutem, nëse krahasojmë subvencionimin që ndodh me fermerët në Shqipëri dhe vende të tjera. E kam thënë që para 20 vjetësh që filloi subvencionimi është I gabuar, sepse është një skem për të vjedhur karburantin. Fermerët duhen trajtuar ndryshe, duhen politika bujqësore. Po pikërisht pra. Politika monetare, kreditore, përqindje e këmbimit. Politikat mbështetjes direkte dhe indirekte. Politika rajonale dhe sektoriale. Kjo punë e karburantit s'ka lidhje fare me këto që po them. Dakor, pra po unë pyeta për probleme që kanë lidhje me çmimin e karburantit. Ju mu përgjigjet jo për pyetjen që adresova. Po. As ka lidhje fare. Nuk ka pse bëhet subvencion për naftën e fermerëve, sepse nafta e subvencionuar nuk shkon te fermerët. Leqë ata janë fermerë. Po për këtë s'kan faj fermerët. Po e dyta edhe për ata peshkatarët, që subvencionohet çmimi I naftës për peshkareqët. Sa herë është diskutuar problemi për peshkimin në Shqipëri? Sa korrupsion ka? Këtu. Atëherë nuk është çështja e subvencionit, puna është e sistemit. Puna është e njerëzit që merren me këtë punë, që janë të korruptuar. Dakor? Po natyrisht për këtë po flasim. Që duhen gjetë metoda tjera, nëse një fermer nuk e punon tokën, atëherë normal që ai s'ka lek të blej karburant. Sepse nuk del që të tregtoj. Nëse një fermer I thot fëmijës vet, ikja shtetit, ik vil ato portokallet e Greqisë dhe ullinjtë e Italisë, normal që ai s'ka forca pune që të punojnë aty në fermë, që të punojnë tokën edhe të prodhojnë produktet I vjelin produktet të nxjerrin treg. Profesor, po të ishin fermer me një minutë. Po të ishin fermer me 2 pare më të kokta, kishin formuar atë shoqatën e fermerëve të Shqipërisë, se është formuar 20 era e shoqata, po nuk funksionon.
edhe do ishin të fortë. Po tani edhe në mungesë të shoqatave kanë zhvilluar me 10 protesta fermerësh. Një shoqat fermerësh në Shqipëri duhet kishte të paktën 20 deputet aty në parlament që të mbronin drejtat e fermerëve, edhe që të mbronin çmimin e karburantit. Po pse nafta? Më thojtë mu, sa deputet në parlament përfaqësojnë shoqatat e biznesit në Shqipëri? Mund të përfaqësojnë biznese individuale, por asnjë shoqat biznesi nuk përfaqësohet në parlamentin shqiptar. Po ky është problemi i Shqipërisë. Sepse shtresat sociale në Shqipëri dhe grupet e interesit që lidhen me jetën ekonomike shqiptare asnjëherë nuk kanë qenë përfaqësuara në parlamentin shqiptar. Ky është problemi i madh. Tani, se ju thoni sa deputet përfaqësojnë shoqatat e biznesit në parlament, mua më erdhi direkt në mendje pyetje, sa shoqatat të biznesit përfaqësojnë biznesin e ndershëm në këtë vend, profesor, se janë të lidhura zinxhir edhe ky është problem tjetër. Por për shembull, del dikush aty dhe thotë jam kryetari i shoqatës, ku diun, të kësaj gjës. Edhe ata që merren me atë gjë s'kan lidhje fare me atë kriminalin, me atë maskarajin aty që do të marrë. Po ja pra, ne dim shumë mirë që subvencionohet nafta për jahtet luksoze dhe nuk subvencionohet nafta për bujqësinë. A subvencionohet nafta për jahtet luksoze? Këtë po themi deri tani. Atëherë pse nuk subvencionohet për fermerët? Pastaj shkojmë tek kanë ikur me dëshirën e tyre, i kanë thënë prindrit ikni jashtë vendit, toka tjerë pa mundësia për të nxjerrë produktet në treg e gjitha këto. Po sa i takon pretendimit të shoqatave të transportit, të shërbimit urban, çfarë mendimi keni në lidhje me reagimin e tyre? Po kush janë ta? Si i morën licencën ta? Nuk patën asnjë pyetje nga gazetarët në teren për këtë çështje në fakt. Kush ja dha licencën tyre? As për licencën, as për shërbimet mizerabël, ndjes, që po them të vërtetën kaq troç që ofrojnë. Po jo kaq kush ja dha licencën dhe çfarë lidhje kanë ata me ato që i dha licencën? Në gjithë rrethet e Shqipërisë. Pastaj ty hym ti muhabetit kanë drejt apo s'kan drejt. Kush janë ata herë? Kush janë këta që dalin? Nuk e kam fjalën për të, shoqanë e transportit, po e kam fjalën për gjithësi. Del dikush televizor e thotë jam përfaqësuesi i filanit, jam kryetari i shoqatës filan. Pritë, merrni një herë masa mirë ju si gazetar. Shikoni një herë çfarë përfaqësojnë ata. Se ka shumë njerëz që shkojnë aty në për këto QKR-ra, në për gjykata, regjistrojnë kështu shoqata nga këto ilegalet dhe përfitojnë para nga këto që i financojnë e ku diun. Në i që ato para janë për... Në këtë rast nuk kemi, nuk është ky rasti, sepse ata kanë dalë me një komunikim publik, me kërkesa shumë të qarta, adresuar qeverisë qendrore dhe pushtetit lokal për të ndërhyrë, sepse kanë të pamundur sipas tyre të përballojnë rritjen e çmimit naftës, dhe për pasojë pastaj qytetarët do të kenë më pak mjete në dispozicion për të udhëtuar dhe natyrisht çmime më të larta të Po pse kur kanë patur ndonjëherë qytetarët e Shqipërisë mjete në dispozicion për të udhëtuar? Mjete transportit publik, kur i kanë patur ndonjëherë? S'kan patur asnjëherë. Ne kemi 30 vjet që s'kemi ekurrudh. Ne Shqipëria është i vetmi vend në Evropë që s'ka tren elektrik te qytetet kryesore të vendit, edhe në Tiranë. I vetmi vend në Evropë që s'ka tren elektrik në kryeqytet. I vetmi vend në Evropë që nuk ka linja të rregullta ndër qyteta, se interurbane. Në qytetet e Shqipërisë, vetëm në pak qytete ka stacione të autobusëve interurban. Kur them stacion me gjithë parametrat. Të tillë skemi asnjë. Shko edhe në qytete që ka stacion autobusi interurban. Nuk funksionojnë. Aty duhet të ketë 24 orë shërbim. Duhet të ketë roje. Duhet të ketë shërbim të tualeti. Duhet të ketë shërbim kontrolli. Duhet të jenë të rrethuar që të mos hyjnë qenë macet me mi njerëzit se i futen njerëzit, po të mos hyjnë qenë macet aty te territori i parkingut të autobusëve interurban. Duhet të ketë shërbim 24 orë të paktën për ujë, për kafe. Duhet të ketë stola për të ulur qytetarët, nuk ka stola. Minimumi. Kamera sigurie, minimumi. Se po të shkosh në për stacionet interurbane edhe stacionet e trenit në Evropë,
i dim nëse sa mirë janë kushtet. Edhe çfarë karrige, çfarë tavolina ka edhe se çfarë shërbimi ka. Në çdo 50 metra ke nga një kiosk që të kesh mundësi të pish ujë, të blesh ndonjë gjë. Pra, ku shkojnë lekët që paguajmë ne për pushtetin lokal? Pse me ato bëhen ato, me taksat që paguajmë ne për pushtetin lokal. Përse duhet jepen licenca për autobus për kompanitë private, kur ne paguajmë taksën e pushtetit lokal? Edhe autobusi duhet jetë i sektorit publik, nuk duhet jetë i sektorit privat. Treni është shërbim publik. Ku është treni? Trami e tjerë. Pra? Që kanë mbetur thjesht dhe vetëm diskurse. Edhe pastaj normal, do dalit dikush do thotë unë jam kryetari i shoqatës filan, ajt, dalit ku dali, po fitojmë ca lek, po ja hedhim tyre. Ndërkohë gjithçka rëndon mbi xhepin e qytetarëve. Të kujt? Të qytetarëve të këtij vendi. Të këtyre që duan të futen në Evropë, të këtyre qytetarëve që vishen me Armani, vishen me kështu, kanë ma Benza, ku di unë, Porsche, ku di unë, edhe brenda shtëpinë e kanë luks komplet, ama sa zbret aty të shkallë e pallatit, është si stall derrash. Për këta janë qytetarët që do shkojnë në Evropë? Jo, s'kisha parasysh vetëm këta, në fakt unë më tepër kisha parasysh ata që kanë pa mundësi makine, pa mundësi luksi, Kush ka pa mundësi makine në Shqipëri? Ku i çikte më? Etjerë. Në Shqipëri ka 1 milion automjete. Do na duhet një emision tjetër, profesor, për të ndalur në Shqipëri ka 1 milion automjete, edhe ka 650.000 familje. Institucione të rëndësishme ndërkombëtare, qytetarët shqiptar janë më të keq paguar. Një minut. Në Shqipëri ka 1 milion automjete, ka 650.000 familje. Pa mjaftueshmërisë ushqimore pra të një varfërie ekstreme. Për sot e kemi përfunduar. Ka korrupsion, ka korrupsion, le pa mjaftueshmëri ushqimore. Aty fillon dhe mbaron gjithçka. Gjithë thonë kështu, korrupsioni. Aty fillon dhe mbaron gjithçka. Po patjetër, korrupsioni është problemi më i madh i Shqipërisë. Dhe pandëshkueshmëria. Do ta mbyll tani, në një gazetë zvicerane para disa vjetësh ishte shkruar një artikull për Shqipërinë dhe aty në fund kishte një fjali shumë të famshme. Ai gazetari, cila ishte? Ai duhet të ketë qenë një këqyrës shumë i vëmendshëm i Shqipërisë. Ai tha një fjali. Po. Në Shqipëri tha ka shumë pak njerëz ndershëm tha. Sepse në Shqipëri tha shumë e vështirë të jesh i ndershëm. Absolutisht e vërtet. E mbyllim me këtë, të falenderoj shumë, profesor, do të rishihemi në tema të tjera të rëndësishme shumë shpejt uroj. Faleminderit. Faleminderit që gjetët kohën tuaj. Edhe juve zonja dhe zotrinj, ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen e kushtuar.